Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Ne ta dham ty fitoren e qartë. Ne të dham ty, o Muhammed, një fitore të madhe, qirimi dhe fitoria për të cilën bëhet fjala është marrëveshja e Hudejbiyes, që u bë mes profetit dhe Mekasve idhujtar, pasi këta të fundit pengonin profetin e Zotit që të kryente ume. Pas përpjekjeve të shumta dhe bisedimeve të gjata, profeti Asa arriti një marrëveshje me ta, ku, ndër të tjera, u vendos një paçarm pushim mes palëve për 10 vjet. 2. Muslimanët ta ndërprisnin numrin atë vit dhe ta kryenin vitin e ardhshëm. 3. Çdo kush që dëshironte të bashkohej në aleancë me Kureshit, të lejohej nga muslimanët, e çdo kush që dëshironte të bashkohej në aleancë me muslimanët, të lejohej nga idhujtarët e tij. Për shkak të kësaj marrëveshjeje, u krijua një situatë paqeje dhe sigurie, dhe kështu hapësira për të ftuar njerëzit në fenë e Zotit ishte më e gjerë. Çdo musliman, në çdo vit ku gjendej, i ftonte njerëzit në Islam. Kështu çdo njeri i interesuar mund të gjykonte dhe arsyetonte me qetësi për mesazhin e kësaj feje dhe ta njihte atë realisht, ashtu siç ishte, të pamigulluar e shtrëmberuar nga qafirët. Gjatë kësaj kohe, njerëzit nisën të hynin në fenë e Zotit grupe. Allahu i madhruar e quajti qirim, madje qirim i madh, sepse qëllimi i qirimit e vendeve ku jetojnë idhujtar është lartësimi i fesë së Allahut dhe fitoria përfundimtare e muslimanëve. Të gjitha këto u arritën nëpërmjet kësaj marrëveshjeje. Allahu i madhruar solli me këtë ngjarje shumë gjëra të dobishme për Islamin dhe musliman. Ai thotë: për t'i falur ty Perëndia gabimet e mëparshme dhe të ardhshme, për ta plotësuar dhuntinë e vet ndaj teje dhe për të udhëzuar ty në rrugën e drejtë. Që Allahu të t'i falë gabimet e kaluara dhe ato të mëvonshme. Kjo erdhi dhe Allahu e di më mirë, për shkak të veprave të shumta në bindje ndaj Allahut dhe për shkak të masës së madhe të njerëzve që përqafuan fenë e tij. Gjithashtu, ndodhi edhe për shkak të pranimit nga ana e profetit Asa të kushteve të Mekasve, që e cila kërkonte një durim të hekurt, të cilën e kanë vënë me të zgjellurit të profetëve të Zotit. Fakti që Allahu i madhruar i ia fali profetit Asa të gjitha gabimet, të shkuarat dhe të ardhmet, është një nga privilegjet më të mëdha që i janë dhuruar Muhamedit Asa. Përveç kësaj, ta plotësoj mirësinë e tij ndaj teje. Kuptimi, të plotësoj mirësinë e tij ndaj teje, duke ngritur lart fen tënde, duke të dhënë përsim mbi armiqt dhe duke e përhapur fjalën tënde gjerësisht dhe të udhëzojë në rrugë të drejtë. Nëpërmjet këtij udhëzimi, Allahu i madhruar ju mundson që të arrini lumturinë e përjetshme, duke fituar çdo të mirë dhe duke shpëtuar nga çdo e keqe, dhe që Perëndia të ndihmojë ty me ndihmë të madhe. Dhe që Allahu të dhurojë ty një mbështetje të fuqishme. Kuptimi, ndihma e Allahut do të jetë e madhe dhe Islami nuk do të kërcënohet më. Triumfi i Islamit dhe muslimanëve do të jetë i plot dhe mohuesit do të poshtërohen, do të nështrohen e dorë Allahun. Fuqia e muslimanëve në aspektin ushtarak ekonomik do të mbizotëroj. Pastaj i madhruari tregon frytet e këtij qirimi te muslimanët, duke thënë: ai është që sjell qetësinë e zemrat e besimtarëve për t'u forcuar edhe me tepër besimin, pra as besimit që kanë, të Perëndisë janë ushtritë e qiejve dhe të tokës, Perëndia është i plotdijshëm dhe i gjithdijshëm. Është Allahu ai që zbriti prejen e zemrat e besimtarëve për t'u ashtruar edhe më shumë besimin. Allahu i madhruar na tregon një mirësi me të cilën privilegjon besimtarët, qetësia në zemrat e tyre. Kjo qetësi e zbritur nga i madhruar i sjell qëndrueshmërinë në çdo situatë sprove. Ajo sjell durim me vendosmëri në kalimin e këtyre situatave. Arsyeja është se sprovat dhe ngjarjet e rënda trondisin zemrën, mendjen dhe arsyen e njeriut. Ato ja dobësojnë robit shpirtin dhe vullnetin, por nëpërmjet paqes shpirtërore të zbritur prej tij, Allahu i madhruar i forcon zemrat dhe këmbët e besimtarëve, këtjellon arsyen dhe logjikën e tyre, që në situata të vështira të veprojnë me maturi dhe durim, duke plotësuar çdo porosit e tij në formë më të plotë. Gjithashtu, qetësia e zbritur nga Allahu u ashton imanin besimtarëve dhe u forcon sigurinë e premtimit e tij. Shiko sahabët dhe çfarë ndodhi pas marrëveshjes së profetit Asa me idhujtarët e Mekës. Në pamjet e parë, ajo dukej sikur ishte ulje dhe humbje për muslimanët në disa pika të saj, siç ishte moskryerja e umrës atë vit apo ndonjë kusht tjetër. Të tilla kushte ishin të vështira të pranoheshin, aq më shumë kur muslimanët tashmë ishin fuqizuar dhe me një ushtri të rregullt. Por urtësia e Allahut është mbi gjithçka tjetër dhe kjo ishte e qartë për ta, prandaj bën durim dhe i nështruan në ndihmën e Allahut të profetit e tij. Kur ata bën durim dhe i nështruan urdhërit, Allahu i lartësuar u zbriti qetësinë e zemra dhe u ashtroi sigurinë e premtimit e tij. Te Allahut janë ushtritë e qiejve dhe të tokës. Allahu është i gjithditur dhe i urtë. Të gjitha ushtritë e qiejve dhe të tokës janë nën komandën e tij. Ato janë shtruar vullnetit, ligjet dhe caktimit e Allahut. Kështu, të mos mendojnë idhujtarët se Allahu nuk do ta ndihmojë dhe mbështesë profetin dhe fenë e tij. Allahu i lartësuar është i gjithdituri dhe i urti,
që ditët e fitores dhe e përsisi vërtet mes njerëzve, prandaj ndonjëherë e vënë në triumfin e muslimanëve. Për të shpje besimtarët dhe besimtarët në kopshtjene për të cilat rrjedhin lumenjt, ku do të qëndrojnë për herë dhe që t'ju falin mëkatet e tyre, e kjo te Perëndia është fitore e madhe. Ai Allahu ka përtiquar besimtarët dhe besimtarët në kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Ata do të jenë të përjetshëm në to dhe ai do t'ua falë gjinohet e tyre. Ky është premtimi i mrekullueshëm për muslimanët. Duke hyrë në kopshtet e xhenetit, ata do të arrijnë gjithçka të mirë që dëshirojnë, ndërsa me faljen e gjinove të tyre do të shpëtojnë nga gjithçka e keqe secilës i druan. Kjo tek Allahu është një fitore e madhe. Arritja e këtij suksesi nga besimtarët vlerësohet nga Allahu i madhruar si një fitore e madhe, dhe që ti ndishkoj hipokritët dhe hipokritet dhe idhujtarët e idhujtarët që mendojnë keq për Perëndin, e valja e fakëqësisë le t'i godet ata. Perëndia është besmatuar në ta dhe i ka mallkuar ata dhe u ka përgatitur atyre xhenimin e sa vendi shëmtuar që është ai. Ai Allahu do t'i ndishkoj hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtarët, të cilët kanë për Allahun mendime të këqija. Ata meritojnë më të keqen, ndërsa për munafiqët dhe munafiket, idhujtarët dhe idhujtarët, ky sukses i muslimanëve ishte trishtim i madh. Qëllimi i tyre ishte dëmtimi i muslimanëve dhe zhdukja e Islamit, duke menduar se Allahu nuk do ta ndihmonte fenë e tij dhe nuk do ta bënte të triumfonte. Ky që mendim shumë i gabuar për Allahun. Ata përkeqësuan mendimin për të madhruarin e të urtin edhe më shumë, kur planifikuan që të mposhnin pasuesit e të vërtetës. Por Allahu i madhruar dhe i plotfuqishëm u shkatërroi dhe u ktheu mbrapsht planet e tyre të dështuara. Përveç kësaj, Allahu është zemëruar me ta, i ka mallkuar dhe u ka bërë gati xhenemin, që është vendi më i keq. Për shkak të armiqësisë dhe luftës së tyre kundër të vërtetës dhe isarëve të saj, mbi ta goditi ashpërzemërimi i Zotit. Ai i mallkoi dhe i largoi nga mëshira e tij. Ata i pret xhenemi, që është përgatitur si vend qëndrimi përhershëm për çdo mohues, kundërshtues dhe armik të së vërtetës. Të Perëndisë janë ushtritë e qiejve dhe të tokës, Perëndia është i plotfuqishëm për t'i dënuar dhe i gjithdijshëm. Te Allahut janë ushtritë e qiejve dhe të tokës. Allahu i madhruar e përsërit këtë vërtetë për ta përforcuar faktin se vetëm atij i takon pushteti sundimi i qiejve, i tokës e gjithçka mes tyre. Nën sundimin e tij janë të gjitha ushtrit dhe ai do t'i ndihmojë gjithmonë ata që luftojnë për të lartësuar fenë dhe fjalën e tij. Askush nuk mund t'i mposhtë ushtarit e Zotit, besimtarët e sinqertë të tij, sikurse thotë i madhruari në një ajet tjetër, tashmë fjala jon u është dhënë me parë robërve tanë të dërguar, se ata padyshim do të ndihmohen nga ne dhe se forcat tona, ato me siguri do të jenë gënjimtare. Safat 171-173. Allahu është ngallënimtari i urti. E si mund të fitoj kush kundër ushtrisë së Allahut, që është El Aziz, ngallënim, tari, i fuqishmi, krenari e nënshtruesi gjithçkaje. Pe çuditse por ai është edhe El Hakim, i urti, që çdo gjë e ka krijuar me një funksion e qëllim, sipas urtësisë së tij. Ne, me të vërtetë, të kemi dërguar ty dëshmitar dhe si arriquese paralajmërues. Ne të dërguam ty si dëshmitar, si përgëzues dhe paralajmërues. Allahu i madhruar e dërgoi profetin besnik që të dëshmojë mbi umetin e tij, rreth qëndrimit të tyre, të mirë apo të keq. Ai do të dëshmojë për fjalët dhe veprat e umetit, për ato të saktat e të vërtetat, ashtu edhe për ato të stizurat, të kotat e të pasaktë. Ai u dërgua, gjithashtu, si dëshmues për njëshmërinë e Zotit në meritën e adhurimit dhe për atributet e tij të plota absolute në çdo drejtim. Përveç këtyre, profeti s. u dërgua që të përgëzojë të gjithë ata që i binden Allahut dhe fjalës së tij, për shpërblime dhe mirësi të shumta që kanë lidhje me dynjan, fen dhe ahiretin e tyre. Ndërsa për ata që nuk i binden Allahut e profetit e tij, ai u dërgua që t'i paralajmërojë për ndëshkimin në këtë jetë dhe në tjetrën. Që përgëzimi dhe paralajmërimi të përcillen me sukses, duhet që të tregohen dhe sqarohen të gjitha fjalët dhe veprat për të cilat ka përgëzim ose kërcenim. Profeti s. ishte qartësuesi i të mirës dhe i të keqes, i rrugës të lumturisë dhe i shkaqeve të ndëshkimit, qartësuesi të vërtetës dhe të kotës. Ai e bëri këtë detyrë në formën më të plot, pa lënë asnjë boshllëk e mangësi. Prandaj, pas përshkrimit të tij si dëshmu, e se përgëzues, i madhruar i thotë: për të besuar Perëndin dhe pejgamberin e tij, dhe që të ndihmoni dispozitat e tij, dhe ta madhëroni atë dhe falenderoni atë me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Që ju ta besoni Allahun dhe të dërguarin e tij, për shkak të ftesës së qartë dhe të bukur të profetit, për shkak të mësimit prej tij të çdo gjëje të mirë dhe të dobishme, ai u dërgua që njerëzit të besojnë Allahun dhe profetin e tij në mënyrë më të saktë dhe të qartë. Ky besim kërkon që njerëzit të binden dhe të jetojnë sipas urdhave e porosive të tyre, në të gjitha çështjet të cilën ta përkroni e ta respektoni, duke plotësuar të drejtat dhe përgjegjësitë ndaj tij.
Profeti meriton respektin tuaj të plot, sepse nëpërmjet tij, Zoti ju çliroi nga mosbesimi dhe ju dhuroi lirinë që ju fal besimit dhe që ta lartësoni. Allahu mëngjes e mbrëmje, kuptimi, ta madhroni, lartësoni e lavdëroni Allahun, duke bërë të spi mëngjes e mbrëmje. Në këtë ajet përmenden 3 lloje detyrimesh. 1. Detyrimi i robërve kundrejt Allahut dhe profetit, i cili është besimi tek ata të dy dhe bindja ndaj tyre. 2. Detyrimi i veçantë ndaj profetit as, i cili është respektimi i tij. 3. Detyrimi i veçantë ndaj Zotit, i cili është madhërimi e lavdërimi i tij me tesbih, namaz e veprat e tjera. Ata që të janë betuar ty në besim për të ndjek rrugën tënde, në të vërtetë janë betuar në besim të Perëndisë, dora dhuntia e Perëndisë është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetin, e nëse plotson betimin ndaj Perëndisë, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Në këtë ajet, Allahu i madhruar flet për të ashtu quajturën Bejatul Ridwan ose beslidhja e kënaqësisë së Allahut, kur profeti Asa mori besën e sahabëve që ata nuk do ta trajtonin kurrë. Ajo që një beselidhje shumë e veçantë, sepse kërkonte nga sahabët që të mos e braktisnin kurrë profetin Asa. Gjatë luftës, madje edhe në rastet kur largimi nga lufta është i lejushëm, ata do të qëndronin me të në çdo situatë, deri në vdekje. Kështu, Allahu i madhruar na tregon, ata që të japin besën ty, në të vërtetë japin besën Allahut. Kuptimi, ata të cilët lidhin besë me ty, o i dërguar, në të vërtetë lidhin besë me Allahun e madhruar. Për ta përforcuar edhe me shumë rëndësinë e kësaj beslidhje në zemrat e besimtarëve, Allahu i madhruar tha, dora e Allahut është mbi duart e tyre. Kjo është një besë e lidhur dorë me vetë Allahun. Kjo është thënë për të theksuar rëndësinë e madhe të kësaj beslidhje dhe për t'i nxitur besimtarët që t'i përmbaheshin asaj me çdo kusht. Madje, për t'i jashtruar peshen edhe më shumë, Allahu i madhruar thotë, kush e shkel besën, e shkel vetëm në dëm të vetes. Ai që nuk e çon në vend besën që i ka dhënë Allahut, ka dëmtuar vetveten, sepse në shkimin e tij nuk mund ta pengojë asgjë. Ndërsa për ata që do t'i përmbaheshin besës me përpikmëri, Allahu i madhruar thotë, ndërsa kush e mban besën që i ka dhënë Allahut, ai. Allahu ka për t'i dhënë shpërblim të madh. Askush nuk e di dhe nuk mund ta përshkruajë madhësinë e këtij shpërblimi, përveç Allahut, që e dhuroi, duke u mundsuar besimtarëve që të arrijnë. Do të thonë ty arabët e shkretë të tjerës beduinët, të cilët ngelën pas jush dhe nuk erdhën me ju, na angaruan preokupua neve pasuria jonë dhe familjet tona, e lutju Perëndisë të na fal neve. Ata flasin me gjuhën e tyre, atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaj atyre, kush mund ta pengojë Perëndin ndaj jush, nëse ai don t'ju kutet juve me ndonjë dëm, ose nëse don t'ju bëjë ndonjë të mirë. Piçudit se jo, Perëndia di atë që punoni ju. Beduinët, që nuk morën pjesë në luftë, do të thonë, na pengua pasuria dhe familjet tona, ndaj kërkofalje për ne. Allahu i madhruar i qorton ata të cilët u dembelosën dhe nuk shkuan së bashku me profetin të luftonin në rrugën e tij. Këta ishin disa beduin me iman të dobët e me zemër të sëmur. Ata patën një mendim të keq për Allahun e lartësuar. Ata u justifikuan duke thënë se i kishte penguar pasuria dhe familja nga pjesëmarrja në xhihad. Ata gjithashtu i kërkuan profetit që të kërkonte falje për ta. Me pas, Allahu i madhruar thot, ata thonë me gojë gjëra që nuk i kanë në zemër. Thuaju, kush mund ta pengojë Allahun, nëse ai dëshiron që t'ju përfshin ndonjë gjëm ose t'ju vinë ndonjë mirë. Peçudit se nuk është ashtu. Allahu e di shumë mirë se çfarë veproni ju. Kur i than profetit që të kërkonte falje për ta, ata donin të tregonin se pranonin fajin dhe se ishin të penduar për ta. Faji i tyre ishte mosmarrja pjesë në luftë me profetin Asa. Por, në fakt, ata nuk ishin penduar me zemër. Nëse vërtet do të ndjenin keqardhje për veprimin e tyre, atëherë lutja e profetit Asa për ta do të vlente, sepse pendimi është i dobishëm për ata që, sinqerisht, kthehen te Zoti i nënshtruar. E vërteta që sa ata nuk morën pjesë në luftë, pasi kishin mendim të keq për Allahun. Jo, por ju keni menduar se pejgamberi dhe besimtarët nuk do të kthehen kurrë te familjet e tyre. Kjo ju ka zbukuruar juve në zemrat tuaja dhe ju keni menduar në mënyrën më të shëmtuar dhe jeni bërë popull që do të zgjukeni. Ju pandehet se i dërguari dhe besimtarët nuk do të ktheheshin në të familjet e veta, dhe kjo, thellë në zemër, ju duk gjë e mirë. Ju patët mendim të keq, sepse jeni njerëz të prishur. Ata menduan se profeti Asa dhe besimtarët do të vriteshin në luftë dhe nuk do të ktheheshin me në shtëpitë e tyre. Dalën nga dalë, ky mendim po ju pëlqen të thellë në zemër, derisa ju bë ide e palekundur. Dy ishin shkaqet e kësaj, se pari, ata ishin njerëz të prishur, tek të cilët nuk ishte asnjë hajër. Nëse në shpirtrat e tyre do të kishte ndonjë mirësi, ata kursesi nuk do t'i mendonin këto gjëra. Kurse shkaku i dytë ishte dobësia e imanit dhe sigurisë e tyre në premtimin e Allahut për lartësimin e fjalës së tij. Allahu i lartësuar thot: kush nuk beson në Perëndin dhe në pejgamberin e tij,
na kemi përgatitur për mu si zjarin flakërues. Nëse dikush nuk i beson Allahut dhe të dërguarit e tij, atëherë ne, sigurisht, kemi përgatitur për jo besimtarët një zjarr shumë të fortë. Ai që nuk i beson Allahut dhe profetit e tij, është kafir dhe meriton dëshkimin e zjarrit e ndezur fort. Te Perëndis janë pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj, e dënon këtë doj, Perëndia fal shumë dhe është mëshirues. Vetëm Allahut i takon pushteti i qiejve dhe i tokës. Allahu i madhruar është i vetëm dhe i pashoq në pushtetin, mbretërimin dhe sundimin e qiejve dhe të tokës. Është ai që ka vendosur në gjithësi ligjet e funksionimit të saj dhe çdo gjë e krijuar ekziston dhe funksionon sipas këtyre ligjeve. Është vetëm ai që ka vendosur ligjet e shariatit për robërit e tij, të cilët janë të detyruar që ta zbatojnë atë. Ata duhet të nështrohen me vetdije dhe vullnet e plot ligjeve të tij, nëse duan shpëtimin. Është Allahu, gjithashtu, që ka vendosur rregullat e shpërblimit dhe të ndëshkimit. Ai shpërblen dhe ndëshkon në bazë të diturisë, urtësisë, mëshirës së bujarisë së tij, por edhe të drejtësisë së tij, sipas zbatimit të ligjit nga krijesat e tij. Allahu i madhruar e ka lidhur shpërblimin dhe ndëshkimin me zbatimin e dispozitave ligjore të vendosura nga ai. Me pas, i madhruari thot, ai fal këtë doj dhe ndëshkon këtë doj. Allahu i fal ata që ai dëshiron. Të falurit janë ata që zbatojnë ligjin e Zotit në shenjë dashurie, në shtrimi, madhërimi për një ndaj tij, me mënyrën, rrugët, fjalët dhe veprat që ai ka përcaktuar. Po ashtu, Allahu ndëshkon ata që ai dëshiron. Këta janë ata që e shpërfillin ligjin e Zotit dhe nuk e trajtojnë atë si takon, me respekt, dashuri e përkushtim. Allahu është falësi i madhe, mëshirëploti. Allahu fal dhe mëshiron në çdo kohë. Ai vazhdimisht i fal gjinaqarët, ja fatizon ata dhe pranon pendimin e tyre. Mirësitë e tij të shumta vërshojnë mbi krijesat natë e ditë, në çdo çast e çdo gjendje. Do t'u thonë juve ata që ngelen pas jush në luftë, kur të shkoni me marr plashkat e luftës, lejona edhe neve që t'ju pasojmë juve. Ata do të donin ta ndrojnë fjalën e Perëndis premtimin. Thuaj ju, kurse si nuk do të na pasoni, këtë ka thënë Perëndia qysh më parë. E ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju na keni zili neve. Jo, nuk është as kjo, por ata pa kuptojnë. Kur ju të shkoni për të mbledhur plashkën e luftës, ata që ngelen pas do të thonë, na lini të vime dhe ne me ju. Pasi përshkroi gjendjen e përbuzur dhe të dënueshme të njerëzve që nuk morën pjesë në luftë me profetin Asa. Allahu i madhruar na tregon një prej mënyrave me të cilën ata u ndëshkuan që në dynja. Kur profeti Asa dhe shokët e tij, me mirësinë e Zotit, fituan plashk lufte pa zhvilluar asnjë betejë dhe shkuan për ta marrë atë, këta të mirë kërkuan që të merrnin ndonjë pjesë, duke thënë, na lejoni të vim edhe ne me ju që të marrim nga plashka e luftës. Kështu ata donin të ndryshonin gjykimin e Allahut rreth plashkës së luftës dhe atyre që meritojnë atë. Allahu i madhruar kishte vendosur që këtyre të mos u jepte gjë nga plashka e luftës, si ndeshkim për ta përfitonin vetëm besimtarët e vërtetë. Ky që caktimi i Zotit dhe ligji i tij. Kështu ata duan të ndryshojnë urdhrin e Allahut. Ti thuaj ju kursesi, ju nuk jeni për të ardhur me ne. Kështu ka thënë Allahu më herët. Thuaj ju atyre, kur nuk jeni për të ardhur. Ju jeni të privuar nga ky nder, sepse ja bet vetes pa drejtësinë duke mos marrë pjesë në luftë, kur u ftua të bashkoheshit me ne. Kurse ata do t'ju thonë, nuk është ashtu. Ju na keni zili, por ata mendojnë shumë pak. Kur atyre ju përcoll gjykimi i Allahut, që ishte ndeshkim për ta, si përgjigje thanë, ju na keni zili. Nga zilja juaj, nuk doni që të marrin pjesë me ju në plashkën e luftës. Ja, deri këtu arriti logjika e tyre në këtë çështje. Nëse do të logjikonin drejt, do ta kuptonin se ata u privuan nga plashka e luftës për shkak të mosbindjes së tyre. Do ta kuptonin se mosbindja sjell ndeshkime në dynja dhe në ahiret. Thuaju atyre beduinëve që ngelen pas jush nuk erdhën, do të thirreni ju në luftë kundër një populli lufarak, përderisa të mos përuret ose të bëhet musliman. Nëse dëgjoni thirrjen, Perëndia do t'ju japë shpërblim të mirë, e nëse shmangeni refuzoni ashtu siç jeni shmangur më parë, ai do t'ju ndshkojë me dënim të dëmshëm. Me sipër, Allahu i madhruar foli për ata të cilët nuk morën pjesë në xhihad së bashku me profetin Asa, dhe për këtë nxorën justifikime të kota. Aq të pafytyr ishin, saqë po të ditë rasti ku, se bashku me ushtrinë muslimane, të mund të merrnin plashk lufte pa bërë luftë, kërkonin që të përfitonin edhe ata. Ata donin të merrnin pjesë thjesht në ndarjen plashkës e jo të jepnin kontribut në luftë. Por Allahu i madhruar, duke dashur të nxjerrë në shesh qëllimet e tyre të ulita, tha atyre beduinëve që ngelen pas, huaju, ju do të thirreni të dilni kundër një populli lufarake të fuqishëm, që ose do të luftohen, ose do të dorëzohen. Do të vi dita që, kur profeti apo ata që do të jenë në vend të tij si kalife të drejtë, t'ju thrasin për luftë kundër një populli të fuqishëm. Populli për të cilën aludohet këtu mund të ishin persët, romakët ose të tjerë si ata,
për sa i përket fuqisë ushtarake. Por kur të ndodhi kjo, para atyre popujve do të ishin vetëm dy mundësi, ose luftë, ose të dorëzoheshin duke pranuar Islamin, pasi për shkak të fuqisë së tyre, ata nuk pranonin të jepnin xhizjen si alternativë tretë. Megjithatë, pas fitoreve të muslimanëve, ata e kuptuan se tashmë ishin të pafuqishëm kundrejt muslimanëve, prandaj u ngelën dy mundësi të tjera, ose të pranonin Islamin, ose të jepnin xhizjen. Kjo që prova e Allahut të madhruar për munafikët që të shihej si do të vepronin, nëse i përgjigjen thirrjes, Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë. Nëse do t'i bindeshin thirrjes për luftë, do të fitonin një shpërblim të mirë, të cilën Allahu e ka vendosur për ata që luftojnë në rrugën e tij. Por, në të kundërt, e nëse nuk dini, sikurse nuk dolet edhe më parë, ai do t'ju shkojë me një dënim të dëmshëm, nëse do të veproni sikurse më parë, duke i bërë bish ftesë së profetit për të luftuar në rrugën e Zotit, atëherë i priste një ndëshkim i dëmshëm. Ky ajet është edhe vlerësim i lartë i kalifëve të drejtë pas profetit Asa, të cilët udhëhoqën luftën kundër fuqive të mëdha të asaj kohe, si Persia, Romajti. Ai tregon se bindja ndaj urdhrit të tyre për luftë ishte e detyrueshme. Pastaj Allahu i madhruar na bën të ditur kategoritë që lejohen të mos marrin pjesë në xhihad. Nuk është mëkat për të verbëtin, as për të qalin as të semurin që të mubnojnë nga ekspedita luftarake, e kush i përuret Perëndis dhe pejgamberit e tij, ai e shpjen e xhenete, në për të cilat rrjedhin lumenjt, e atë që shmanget, do ta shkojë me dënim të dëmshëm. Por nuk marrin gjunat e verbrit, të qalit e të semurët. Për këto grupe sociale nuk ka gjunat nëse nuk marrin pjesë në xhihad, për arsye të pamundësi, se dhe paaftësisë së tyre fizike. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, ai do ta fusë në kopshtet e xhenetit ku rrjedhin lumenj. Ata që i binden Allahut dhe të dërguarit e tij, duke përmbushur urrëresat e tyre, Allahu do t'i fusë në kopshtet e xhenetit, në të cilët rrjedhin lumenj. Atë do të kenë gjithçka që vua dëshiron shpirti dhe që vua kënaqësit. E kush kthen shpinën, ai do ta ndeshkojë me një dënim të dëmshëm. Ndërsa ata që i kthejnë shpinën bindjes ndaj Zotit dhe profetit e tij, i madhruari ka për t'i ndeshkuar me një dënim të dëmshëm. Lumturia është e lidhur me bindjen ndaj Allahut dhe profetit, ndërsa dëshpërimi është rezultati drejt për drejt i kundërshtimit të tyre. Perëndia është i kënaqur me ata besimtar kur të betuan ty në ndijen e drurit. Ai Perëndia e ka ditur se çka në zemrat e tyre e u ka dhënë atyre qetësi siguri dhe i shpërbleu ata me fituren e afërt. Vërtet, Allahu kënaq me besimtarët kur ata në ndijen e asaj peme të japnin besën ty. O Muhammed, Allahu i madhruar na tregon për mirësinë e madhe që u bëri besimtarëve kur deklaroi kënaqësinë e tij ndaj tyre në momentin që ata i dhan besën profetit Asa. Poshtë një peme. Kjo që një besëlidhje historike që u zbardhi faqen atyre. Atë ditë, ata në shkruan për lumturinë e dunjas dhe ahiretit. Kjo besëlidhje u quajt Beatul Ridwan, besëlidhja e kënaqësisë, sepse Allahu i madhruar u kënaq me ata që morën pjesë në të. Gjithashtu, ajo u quajt si Beatul Shijera, besëlidhja e pemës, prej vendit në të cilën u lidh kjo besë në ndijen e një peme. Shkak i kësaj besëlidhje u bën ngjarja që ndodhi me profetin Asa. Kur u nis drejt çabes për të kryer umën, profeti Asa komunikoi me idhujtarët e Mekës për t'u bërë të ditur se nuk ishte nisur për luftë, por thjesht për të kryer vizitë në shtëpinë e Zotit. Këtë njoftim profeti Asa e dërgoi te Mekasit nëpërmjet Uthman ibn Affanit. Pa kohë pas dërgimit të Uthmanit, vjen një lajm i rrem se idhujtarët e kishin vrarë Uthmanin. Atëherë, profeti Asa grumbulloi menjëherë ata që ishin nisur me të cilët ishin rreth 1500 vet. Poshtë një pembe, ata betuan të gjithë që do të luftonin idhujtarët dhe që nuk do të largoheshin kur nga lufta, derisa të fitonin ose të vdisnin të gjithë. Allahu i madhruar na njoftoi se ai u kënaq me besimtarët për këtë besëlidhje të tyre, e cila ishte një nga shprehjet më të mëdha të bindjes së plot ndaj tij dhe profetit. Ai e dinte mirë çfarë kishin në zemër ata, prandaj u dhuroi qetësi. Allahu e dinte shumë mirë se çfarë besimi të plot kishte në zemrat e tyre, prandaj, si shpërblim, u fali qetësi e siguri. Allahu është shpërblyes i madh edhe për punë të vogla. Gjithashtu, Allahu i urtë dhe i gjithditur e dinte mirë edhe vështirësinë e besimtarëve për t'i pranuar kushtet që vendosen idhujtarët për arritjen e marrëveshjes, prandaj, me mëshirën e tij, ai zbriti mbi besimtarët qetësinë e zemër. Kështu, ata do të ishin të qëndrueshëm me zbatimin e porosive dhe vendimeve të Allahut dhe profetit e tij dhe, përveç kësaj, do të ishin të kënaqur me zgjedhjen e tyre dhe me plaçkën pasurinë e zënë luftë e madhe që do ta fitojnë. Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Dhe i përgëzoi me një fitore të afërt, edhe me një plaçkë lufte të madhe që do ta fitojnë. Ky ishte çlirimi i Hajberit, ku morën pjesë vetëm ata të besëlidhjes së kënaqësisë. Ata ishin të vetmit që përfituan nga plaçka e luftës së Hajberit si shpërblim për bindjen ndaj Allahut dhe profetit e tij.
Ata zbatuan atë që kënaqte Zotin, dhe Zoti i kënaqi me ato gjërat që vua dëshironte zemra. Allahu është ngadhnimtari dhe i urti. Allahu është ngadhnimtari i plotfuqishmi, i cili ka nështruar gjithçka me pushtetin e tij. Nëse do të dëshironte ai, në çdo përplasje e luftë do të imposhte qafirët dhe do t'ua jepte fitoren besimtarëve, por ai është i urtë, prandaj i sprovon besimtarët dhe qafirët me njëri tjetrin. Perëndia u ka premtuar juve plashk të pasur që do ta fitoni, e u shpëtoi këtë juve ai dhe i pengoi duart e njerëzve nga të dëmtuarit juve, për të qenë ky argument për besimtarët që premtimi i Perëndis është i realizueshëm dhe për të udhëzuar juve në rrugën e drejtë. Allahu ju premton plashk të madhe që do ta fitoni, kurse këtë ju dha më shpejt. Ky premtim përmbledh të gjithë plashkën e luftës dhe betejat që do të fitojnë muslimanët deri në ditën e Kiametit. Fragmenti, kurse këtë ju dha më shpejt ka për qëllim plashkën e Hajberit. Kështu, ajeti do të thotë, mos mendoni se shpërblimi i Allahut mbaron me plashkën e Hajberit. Përkundrazi, pasuritë e mëdha ju presin edhe në të ardhmen. Atëherë, lavdërojeni dhe falenderojeni Allahun për këtë. Ai i pengoi duart e njerëzve kundër jush që të shijej si shenjë e mirë nga besimtarët. Allahu i ndali njerëzit që ishin të aftë dhe të gatshëm t'ju luftonin. Kjo që një ndihmë e madhe për ju. Gjithashtu, plashka e luftës e fituar nga ju le të jetë si dëshmi se premtimi i Allahut është i vërtetë dhe shpërblimi i tij për besimtarët është i madh. Ai që caktoi për ju pasurinë e Hajberit është i plotfuqishëm, i cili do t'ju dhurojë edhe të tjera si ajo dhe që t'ju udhëzonte në rrugë të drejtë. Nëpërmjet rrugëve dhe shkaqeve të përcaktuara nga ai, Allahu do t'ju udhëzojë në rrugën e drejtë. Kjo rrugë e drejtë është dija e saktë dhe e vërtetë, besimi i sinqertë, si edhe veprat e mira, sipas dijes së saktë dhe besimit të sinqertë. Dhe ju ka premtuar tjetrën fitore, të cilën nuk keni qenë në gjendje ta fitoni, por Perëndia, me dispozitën e vet, e ka përmbledhat për ju, sepse Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. Por do të keni edhe të tjera, të cilat nuk keni pasur mundësi t'i arrinit, sepse Allahu i ka të gjithë në sundim. Allahu ju premton edhe plashk tjetër, që ende nuk e keni shtënë në dorë. Të jeni të sigurt se Allahu është i plotfuqishëm për t'ju adhuruar, sepse gjithçka është në sundimin dhe pronësinë e tij. Aq më shumë që ai ju ka premtuar ato dhe premtimi i tij duhet të shkojë patjetër në vend. Premtimi i Allahut nuk mund të shkelet kurrë, sepse ai është i plot në pushtetin dhe mbretërimin e tij. Siç thot vetë ai më pas, Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka. Nëse mohuesit që shohen në luftë kundër jush, ata, me siguri, do të iknin dhe pastaj nuk do të gjenin as mbrojtës as ndihmës. Nëse jo besimtarët ju hapin luftë, do të jenë ata që do të sprapsen, a mundur të gjejnë më pas as mbrojtës e as ndihmëtar. I tillë ka qenë ligji i Allahut edhe më herët. Në ligjin e Allahut nuk e për të gjetur ndryshime. Këtu është premtimi i Allahut të madhruar për adhuruesit e tij besimtar, fitore kundër armiqve të tyre qafir. Edhe sikur qafirët të nisin ndonjë luftë me besimtarët, ata do të tërhiqen, duke mos gjetur pastaj as mbrojtës, as ndihmëtar. Ata nuk kanë për të gjetur ndonjë mik që të marrë përsipër të mbrojë kauzën e tyre, dhe as aleatët që t'i ndihmojnë për fitoren në luftën e tyre. Përkundrazi, ata do të mposhen dhe do të zbrapsen. Ky ka qenë ligji i Allahut edhe në popujt e mëparshëm. Ushtria dhe luftarët e Allahut janë gjithmonë fitimtarët. Ky rregull i Allahut nuk ka për të ndryshuar kurrë. Kjo është dispozita e Perëndisë që ka qenë edhe më parë. E ti, kursesi, nuk mund të gjesh ndryshime në dispozitën e Perëndisë. U tefsiru sure El, Feta, ajeti 22. Ai ka penguar duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre, brenda në Mekë, pasi u ka dhënë juve fitoren mbi ta. Perëndia i sheh të gjitha çka punoni ju. Allahu i madhuruar u kujton edhe një herë besimtarëve mirësinë e tij të madhe kur i ruajti nga e keqja e qafirëve, është ai që, brenda në Mekë, pengoi duart e tyre kundër jush dhe duart tuaja kundër tyre, pasi ju dhuroi fitoren kundër tyre. Ishte Allahu i madhuruar që i ruajti besimtarët nga sherrri i qafirëve të Mekës. Por ishte, gjithashtu, Allahu i madhuruar që i ruajti besimtarët të mos bënin luftë në Mekë me qafirët, edhe pse e kishin mundësinë t'i luftonin e azhzonin. Rasti i dytë flet konkretisht për një grup qafirësh prej 80 burash nga Meka që planifikuan të godisnin muslimanët në pabesi e Befasi. Muslimanët arritën që t'i kapnin këta qafirë dhe nuk i vranë, por i lëshuan. Ishte mëshira e Allahut që nuk i lejoi muslimanët të azhzonin atë grup. Allahu shikon gjithçka që veproni. Allahu shet dhe do ta shpërblejë çdo njeri sipas punës që ka bërë. Për besimtarët, ai përkujdeset në mënyrë të veçantë, duke i udhëzuar në veprat më të mira dhe më të dashura për të. Në vijim, Allahu i madhëruar tregon arsyet për luftën kundër idhujtarëve. Ata, të cilët nuk kanë besuar dhe ju pengojnë nga mesxhidi, Harami Qabja dhe pengojnë të përgjëruarin, kurbanin e caktuar që të arrijnë në vend. Sikur të mos kishte besimtar dhe besimtare, që ju nuk i dini do t'i merrni në përkëmb ata, e juve do t'ju godiste një hidhërim, duke mos ditur do t'ju kisha lejuar të pushtoni Mekë.
Kjo është nga se Perëndia e shpjen e mëshirën e vet këtë të doj. Sikur të ishin të veçuar ata, ne do t'i ndishkonim ata në mes tyre, të cilët nuk kanë besuar, me dënim të dëmshëm. Jam mohuesit e besimit të drejtë që ju pengojnë të i afroheni shtëpisë së shenjtë, duke ndaluar edhe qurbanet të arrijnë në vendin e vet. Këto arsye ishin një: mohimi nga ana e tyre e Allahut dhe refuzimi i profetit e tij. 2. Pengimi i njerëzve nga feja e Allahut. 3. Pendimi i profetit dhe i besimtarëve për të vizituar shtëpinë e Zotit, ku të adhuronin Zotin nëpërmjet haxhit dhe umrës. 4. Pengimi i bagetive të qurbanit që të mbërrinin në vendin e qurbanit në Mekë. Të gjitha këto vepra të tyre ishin arsye të mjaftueshme që t'i luftoje, por ekzistonte një pengesë pranë në Mekë, mes idhujtarëve e shumë burrave dhe grave muslimane që nuk ishin të veçuar diku, u mund të ishin të mbrojtur nga lufta dhe vrasja. I Madhruari thot, sikur të mos ishin ata besimtar dhe ato besimtare, që ju nuk i njihni që mund t'i sulmoni duke mos e ditur, duke u turpëruar kështu me vrasjen e ndonjërit prej tyre, Allahu do t'ju udhëronte për t'i luftuar ata. Mos besimtarët e Mekës, me qëllim që Allahu ta merrte në mëshirën e vet atë që ai do. Atëherë, lufta u ndalua me qëllim që, nga pamundësia për të dalluar, të mos dëmtoheshin edhe besimtarët që jetonin në Mekë. Gjithashtu, ekzistonte edhe një shkak tjetër për të mos zhvilluar luftë në Mekë. Allahu i Madhruar dëshiroi që shumë prej banorëve të Mekës të pranonin Islamin dhe, me mëshirën e tij, të bëheshin musliman të dorëzuar tërësisht ndaj tij. Ai dëshiroi të udhëzonte shumë prej tyre në fenë e pastër, pasi ishin të harruar e të zhytur në kufër. Ai dëshiroi të udhëronte udhëzimin e qartë, pasi ishin në një humbje të thellë. Edhe kjo arsye ishte shumë e fortë për të penguar luftën në Mekë. Po të ishin ata, banorët e Mekës të ndarë veç e veç, ne do t'i ndeshkonim ju besimtarët me një dënim të rëndë. Nëse besimtarët e Mekës do të mund të largoheshin e veçoheshin nga idhujtarët, Allahu i Madhruar do t'i ndishkonte mohuesit kryeneq, duke e lejuar luftën kundër tyre dhe do t'u dhuronte fitoren besimtarëve. Kujtoje diku në zemrat e mohuesve u shfaq krenaria pagane, e Perëndia zbriti qetësinë e tij në zemrën e pejgamberit dhe të besimtarëve dhe i obligoi ata me fjalën e takvas shahadetit dhe ata gjithsesi kanë pasur më shumë të drejtë dhe kanë qenë të denjë për të, e Perëndia është i gjithdijshëm për çdo gjë. Kur në zemrat e jo besimtarëve u ndes fodullëku pagan. Si fillim, jo besimtarët refuzuan që të shkruanin e hapjet e dokumentit të marrëveshjes së Hudejbijës, Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj, ata vendosën sikur që profeti Asa dhe sahabët, të cilët kishin ardhur për umrën e Qabe, të mos hynin në Mekë atë vit, me qëllim që njerëzit të mos thoshin, muslimanët hyjnë në Mekë duke poshtruar Kureshët. Të tilla kushte, që ishin shpresë të ignorancë dhe mendjemallësisë së tyre, i bën ata të zhyteshin në shumë gjinoje pa drejtësi. Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të dërguarin e tij dhe mbi besimtarët. Me këtë qetësi të dhuruar nga Allahu, besimtarët nuk i pushtojnë ndjenja e zemërimit që t'ju përgjigjeshin idhujtarëve me të njëjtën monedhë. Përkundrazi, ata u treguan të durueshëm dhe të nënshtruar ndaj gjykimit të Allahut, duke i përmbajtur kushteve, të cilat, sigurisht, i ruanin të paprekshme simbolet e Allahut, edhe pse kjo gjë kërkonte që ata të nënshtronin egoizmin e tyre. Ata ju bindën Allahut të Madhruar dhe nuk i kushtuan as pak rëndësi fjalëve të ignorantëve as çartimit të dashakeqësve. Për ata zgjodhi fjalën e devotshmërisë. Fjala e devotshmërisë është deklarata La ilaha illallah. Pra, Allahu i Madhruar i urdhëroi që t'i përmbaheshin kësaj fjale, të drejtave dhe përgjegjësive që lidhen me të, si dhe veprave që ajo kërkon. Dhe ata ju përmbajtën kësaj fjale, duke zbatuar me durim të madh të gjitha detyrimet që vinin prej saj. Për këtë sjellje të tyre, Zoti i lëndoi duke thënë, sepse ata dhe njerëzit e saj e meritonin më shumë dhe ishin me të denjë për të. Allahu di gjithçka. Ata ishin njerëzit me të denjë për zbatimin dhe bartjen e përgjegjësisë së kësaj fjale. Allahu i Madhruar dëshmon se ata meritonin të ishin shërbëtorë të kësaj fjale. Ajo u bë fjala e tyre dhe ata njerëzit e saj, sepse Allahu e dinte mirësinë që gjenden në zemrat e tyre. Perëndia e realizoi se ndërtoi ëndrrën e pejgamberit e vet me të vërtetën, me siguri, ju do të vini në Mesxhidil Haram, nëse ja Perëndia, dhe këtë të sigurt, kokë, ruar dhe flok, shkurtuar, pa kurfar frike. Ai e ka ditur atë që nuk e keni ditur ju. Dhe, para kësaj hyrjes në Mekë, ju ka dhuruar një fitore të afërt. Allahu e vërtetoi ëndrrën e të dërguarit të tij. Profeti A.S. pa një ëndër në Medinë, të cilën u tregoi edhe shokëve të tij. Ai pas sikur po hynin në Mekë dhe po bënin tavaf rreth Qabës. Por pas ngjarjes në Hudejbije, kur muslimanët u kthyen pa hyrë dot në Mekë dhe pa bërë tavaf, mes muslimanëve po qarkullonin fjalë. Madje, disa ju drejtuan profetit A.S. duke i thënë, a nuk a kishe thënë se do të hynim në Mekë e do të bënim tavaf? Pikë çuditse profeti A.S. u tha,
Vallë, a mos ju thash se do të ndodhte këtë vit? Jo, u përgjigjen ata. Atëherë, profeti Asa u tha, ju patjetër që do të hyni atje dhe do të bëni tavaf. Allahu i madhruar thot me pas dhe bëri realitet, kjo është një ëndër që do të përmbushet patjetër. Nuk ka asnjë mundësi që ajo të mos realizohet, edhe pse kjo gjë mund të vonoj. Do të hyni në shtëpinë e shenjtë të sigurt me vullnetin e Allahut. Kokat tuaja do të jenë të rruara ose të qethuara dhe nuk do të keni frikë. Do të hyni në Mekë me përuni si të thellë, duke nderuar dhe respektuar shtëpinë e Zotit dhe duke kryer adhurimet e umrës. Ju do të plotësoni adhurimin e umrës, duke ruajtur kokat apo duke i qetur flokët, dhe nuk do të friksoheni asgjë veç Zotit. Ai dinte atë që ju nuk e dinit. Para kësaj, ai u dha një fitore të shpejtë. Kuptimi, Allahu dinte atë që ju nuk e dinit, për sa i përket dobisë që do të sillte marrëveshja e Hudaybiyes. Ai ju bëri të arrinit një fitore shumë të shpejtë. Në fakt, shumë sahabë u ngushtuan nga kjo ngjarje dhe patën vezvese në zemër për shkak se nuk arrinin të kuptonin urtësinë që fshihej në atë gjykim. Por Allahu i madhruar, ashtu si me të gjitha dispozitat e tij, e qartësoi urtësinë e tij dhe qëllimet që synoheshin me atë ngjarje. Ajo ngjarje, nëpërmjet së cilës u arritën të plotësoheshin shumë urtësi dhe qëllimet e larta të Zotit, ishte gjitha mëshirë dhe udhëzim i qartë për besimtarët. Në vijim, Allahu i madhruar na tregon për një vendim të përgjithshëm të tij. Ai e ka dërguar pejgamberin e vet me udhëzim në rrugë të drejtë he fenë e vërtetë për ta ngritur mbi të gjitha fe. Perëndia është dëshmitar i mjaftueshëm. Është ai që e dërgoi profetin e tij me udhëzim të plot dhe me fenë e vërtetë, që të triumfojë mbi çdo fe. Mjafton Allahu si dëshmitar. Allahu i madhruar e dërgoi profetin e tij me dy dhurata të mrekullueshme, El Huda, e cila është ditëria e saktë, e vërtetë dhe e dobishme, e cila të ndriçon rrugën dhe të nxjerr nga errësira në dritë. Ajo të bën të dallosh rrugën e mirësisë nga rrugët e ligësisë. Dinul Hake, që është feja e vërtetë dhe e drejtë. Kjo fe udhëzon në drejtësi, bamirësi dhe mëshirë. Kjo fe ndërtohet nga veprat e mira, pastron zemrat, përsos shpirtrat dhe edukon virtytet e larta. Allahu i madhëruar e bëri me gjithë këto mirësi që të triumfojë mbi çdo fe tjetër. Ajo do t'i nështrojë të gjitha besimet e tjera, me të vërtetën e saj, me forcën e argumentit dhe me forcën e shpatës. Muhamedi është pejgamberi Perëndisë. Ata që janë me të shokët e tij janë të ashpër ndaj mohuesve e të mëshirshëm në mes tyre. I sherr ata si bëjnë ruku dhe sejdë duke kërkuar udhëtinë dhe kënaqësinë e Perëndisë. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Tevrat. Përshkrimi i tyre në Ungjil është: ata janë si fara e mbjellur që lëshon filizat e vogla të cilat e forcojnë atë, e bëhet e trashë, e pastaj drejtohet vertikalisht në trungun e vet, kështu që entuziazmon atë që e ka mbjell, që për këtë gjë t'i zemroj mohuesit. Perëndia u ka premtuar atyre që besojnë dhe punojnë veprat e mira të gjithë atyre, falje të mëkateve dhe shpërblim të madh. Në këtë ajet, Allahu i madhëruar flet për profetin dhe shokët e tij Muhaxhir dhe Ensar, duke na thënë se ata ishin njerëzit me cilësitë më të plota dhe virtytet më të larta. I madhëruari thotë, Muhamedi është profeti i Allahut. Ata që e shoqërojnë atë janë të ashpër me jo besimtarët dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin. Sahabët ishin të rreptë të ashpër ndaj qafirëve. Mohuesit e Zotit pan prej tyre veç ashpërsi dhe vrashtësi, prandaj u nështruan dhe u mundën. Ndërsa mes njëri tjetrit, besimtarët ishin të mëshirshëm, të dashur, të butë të dëmshur. Ata ishin si një trup i vetëm. Çdo kush nga ata dëshironte për vëllain besimtar atë që dëshironte për veten e vet. Të tillë ishin ata në lidhje me krijesat, ndërsa në lidhje me krijuesin e tyre, ata ishin të bëjnë ruku dhe sejdë, duke kërkuar mirësi prej Allahut dhe kënaqësinë e tij. Ata shoheshin për faljen e shumë namazeve, që kanë si shtylla kryesore sejdën dhe rukun. Me adhurimin e tyre, ata synonin të kënaqnin Allahun dhe të fitonin shpërblimin e kënaqësinë e tij. Në fytyrat e tyre shihen gjurmët e sejdës. Këto janë cilësitë e tyre që përshkruhen në Teurat. Sejdët e shumta që bënin kishin lënë gjurmë në fytyrat e tyre. Pas ndriçimit të zemrës me dritën e besimit te Zoti, tani se ndriste edhe fytyra e tyre. Kështu shihen ata në Teurat. Ndërsa në Ungjil, ata kanë një tjetër përshkrim, ndërsa në Ungjil ata përshkruhen si një farë e mbjell, nga e cila shpërthen filizi. Kur ai trashet, përforcohet dhe qëndron vetë në kërcellin e tij, ai e manit mbjellësin. Në Ungjil, shokët e profetit Muhammed Asa përshkruhet si fara, nga mbin filizi i ri, i cili forcohet, lulëzon dhe rritet për të qëndruar vetë në kërcellin e tij. Me forcën dhe bukurinë e tij, ai e çudit mbjellësin. Të tillë ishin sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ata ishin si bimët për sa i përket dobisë së tyre për krijesat. Forca e imanit dhe veprave të tyre të mira ishin si kërcelli një bime që ushqehet dhe mbohen nga rrënjë të thella, ndërsa ata që erdhën pas sahabëve ishin filizat e ri
që dolën nga ky kërcell i qëndrueshëm, të cilët u zhvilluan duke e fuqizuar me shumë bimën dhe duke i dhënë asaj pamje më të plotë. Pasardhësit e sahabëve, që trashëguan diturinë profetike dhe besimin e patundur, ashtu sikurse mësuesit e tyre, e ndihmuan dhe përhapën këtë fe duke i mësuar njerëzit se si të jetonin sipas saj. Në fund, kjo bimë e kënaq mbjellësin e saj dhe i trishton armiqtë e tij. Siç thot i lartësuari, kështu u shtohet dëshpërimi jo besimtarëve. Ata legështohen kur shohin forcën dhe unitetin që kanë muslimanët në fe. Ndërsa kur ballafaqohen me muslimanët në sheshin e luftës, atyre ju hyn tmerri. Atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, Allahu premton falje të gjinave dhe shpërblim të madh. Kështu sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Patën si besimin e sinqert, ashtu edhe veprat e mira. Prandaj Allahu premtoi atyre dy gjëra. Së pari, falje gjinahesh, që në kupton se do të ishin të mbrojtur dhe të shpëtuar nga të keqijat në dynja dhe në ahiret. Së dyti, shpërblim të madh në dynja dhe ahiret. Le të sjellim këtu historinë e plotë të marrëveshjes së Hudejbiyes, ashtu siç e ka sjellë Imam Shamsuddin ibnul Qayyim me librin e tij El Hadi Nabawi, ose siç quhet ndryshe Zadul Miat, kunizimi për ditën e premtimit. Kuptimi i kësaj historie na jep një kuptim më të plotë të kësaj historie. Ai ka sjellë në këtë histori shumë kuptime të fshehta dhe dobi të detajuara, pra prej gjavahireve të shehura në këtë sure. Ka thënë Ibnul Qayyimi, Allahu e mëshiroft marrëveshja e Hudejbiyes. Nafiu thot se kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 6 në muajin Dhulkide dhe ky është shëndrimi më i saktë. Ky është edhe mendimi i Zuhriut, Katades, Musa ibn Ukes, Muhamed ibn Shakuteti. Hisham ibn Urve përcjell nga jati se profeti AS u nis për në Hudejbiye në muajin Ramazan dhe, si marrëveshje, ajo përfundoi në Sheval. Por këtu kemi të bëjmë me një ngatërim, sepse ajo që ndodhi në Ramazan ishte lufta e çlirimit. Ebu Suudi, duke përcjell prej Urves, thot se nisa për në Hudejbiye u bën në muajin Dhulkide, sipas mendimit më të saktë dhe të pranueshëm. Tek Sahih e Buhariut dhe Muslimit është hadithi i Enesit, sipas të cilit profeti AS kreu gjithsej 4 umre, të gjitha në muajin Dhulkide. Mes tyre ai përmendi edhe umrën e kryer gjatë Hudejbiyes. Sa vet morën pjesë në Hudejbiye, së bashku me profetin AS. Në atë udhtim ishin 1500 vet, sipas dy Sahihëve të Buhariut dhe Muslimit, ku tregon Xhabiri R.A. Megjithatë, po nga Xhabiri R.A. Në të njëjtat referenca, thuhet se kanë qenë 1400 vet. Në të njëjtët libra, sillet gjithashtu hadithi i Abdullah ibn Ebu Rufai, që thotë ishin 1300 vet. Katadeja tregon, pyet Said ibn Musaibin, sa ishin ata që dëshmuan beslidhjen e kënaqësisë. Ai tha 1500. Atëherë i thash përsëri, por Xhabiri ibn Abdullah ka thënë se atje ishin 1400 vet. Pe çuditsa ai u përgjigj, Allahu e mëshiroft. Ka qenë një ngatërim nga ana e tij, sepse pikërisht ai më ka treguar se ishin 1500 vet. Prej Xhabirit kanë ardhur në mënyrë të saktë të dyja versionet. Gjithashtu është përcjell saktë prej tij sa atë vit ata kanë bërë kurban 70 deve, çdo deve mjaftonte në emër të 7 vetave, dhe kur është pyetur sa ishit ju atit, Xhabiri është përgjigjur, ishin 1400 vet, kalorës dhe këmbësor. Dhe zemra në anon me shumë drejt këtij varianti. Ky është edhe mendimi i Bera ibn Azibit, Malek ibn Yasarit dhe Selime ibn Kuwait, sipas transmetimit më të saktë të ardhur prej tij. Gjithashtu, ky është edhe mendimi i Musib ibn Hazmit. Kështu Shejbi përcjell prej Katades, ky prej Sidi Musaibit e ky prej Tatit, së bashku me profetin AS. Poshtë pemës ku bë beslidhja e kënaqësisë, kemi qenë 1400 vet. Ndërsa ata që thonë se pjesëmarrës në Hudejbiye ishin vetëm 700 vet, kanë gabuar shumë qartë. Ajo që i ka shtyrë në këtë mendim ishte pikërisht rrëfimi që tregon se atë ditë u bën kurban 70 deve dhe, duke qenë se një deve mund të jetë mjaftueshme si kurban në emër të 10 vetëve, arritën në përfundimin se gjithsej kanë qenë 700 vet. Kjo nuk mund të pranohet, sepse, së pari, në hadith thuhet shprehimisht se një deve që e mjaftueshme për 7 vet, prandaj, sipas kësaj logjike, duhet të ishin 4900 vet, por në përfundim të njëjtit hadith ai thotë vetë se kanë qenë 1400 persona. Ylli me të mbërritur në Dhul Hulefe, profeti së shënoi bagëtitë e përgatitura për kurban dhe veshi i ram, i në bëri niyetin për të kryer umren. Ai dërgoi para atij një patrullues prej fisit Huza për të mbledhur informacione rreth Kureshëve. E kështu, kur profeti ishte pranë Husfanit, vjen informatori që e lajmëron dhe i thotë, lash pas Ka'b ibn Lu'in, që ka thirrur në luftë Habashët kundër teje. Shumë njerëz janë grumbulluar kundër teje. Ata janë të vendosur të luftojnë dhe të përzën nga shtëpia e shenjtë. Atëherë profeti këshillohet me shokët e tij, duke u thënë, si mendoni, a u drejtoheni këtyre fisëve që shkojnë në ndihmë të tyre Kureshëve dhe u tregojnë vendin? Nëse të riqen dhe nuk dalin në luftë, le të kthehen të mposhtër dhe, nëse dalin në luftë, atëherë le ta gjejnë fundin e tyre.
Apo mendoni të vazhdojnë drejt qabes dhe kush na del përpara, ta luftojmë? Ebu Bekri tha, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Ne dolëm nga vendi veçse për të kryer umën. Nuk kemi dajt të luftojmë ndonjë, por ama kush na pengon nga shtëpia e Allahut, le ta luftojmë. Atëherë profeti Ase tha, nisuni pra, ma shani. E kështu ecën dhe pasi kishin bërë një pjesë të rrugës, profeti Ase tha, Alidi mu lidjesh në El Gamim, në kryet e një kalorësje pararoj e Kureshëve. Merrni djaftas. Për Allahu, Alidi nuk i uri re as pak, derisa muslimanët u afruan pranë ushtrisë së tij. Atëherë Alidi me njëherë nxitoi të lajmëronte Kureshët. Profeti Ase eci derisa mbërriti në gryk. Pikërisht aty u ulteveja profetit Ase. Ec. Filluan t'i bërtisnin njerëzit. Kur ajo nuk po lëvizte, njerëzit thanë, u ndal kasuaja emri i devës së profetit Ase. U ndal kasuaja. Por profeti Ase tha, jo, nuk u ndal kasuaja dhe as e ka hush këtë gjë, por atë pengon ai që pengoi dhe elefantin. Pastaj profeti Ase vazhdoi, betohem në atë, në dorën e të cilit është shpirti im. Çfarë do propozimi të më parashtrojnë, që përmban madhimin e gjërave që Allahu i ka bërë të paprekshme, unë kam për ta pranuar. Pastaj i bërtiti devës së tij dhe ajo u shua. Kështu e ndryshoi drejtimin dhe vazhdoi të ecë derisa arriti në çoshtë e Hudebijës dhe aty zbriti te një hol me shumë pak ujë, prej se të cilët njerëzit filluan të merrnin pak nga pak me shumë kursim. Por pa kaluar shumë kohë i rreth shtreroi dhe tani njerëzit po akoheshin prej ecjes. Profeti Ase mori një shigjet prej trast se vet dhe uroi njerëzit që ta vendosnin në atë burim. Për Zotin, burimi vazhdoi të nxirrte ujë derisa ai ngopi të gjithë dhe derisa kaluan të gjithë. Kureshët u tmerruan kur menduan se ai po synon të trojet e tyre. Profeti Ase po kërkonte të dërgonte një nga njerëzit e tij tek ata. Në fillim ftoi Omeri me Hatabin për ta ngarkuar me këtë detyrë, por ai tha, o i dërguari i Allahut, unë nuk kam me mek ase prej fisit Benukap që të më mbrojë nëse dikush merr guximin të më prek. Dërgo me mirë Uthman ibn Affanin sepse fisi i tij është atje dhe ai ka për ta përçuar me semili atë që dëshiron. Atëherë profeti Ase e ftoi Uthman ibn Affanin për ta dërguar te Kureshët, duke i thënë, lajmëroi ata se ne nuk kemi ardhur për luftë, por për të vizituar shtëpinë e Allahut dhe ftoi të pranojnë Islamin. Me pas profeti Ase e porositi që të shkonte tek ata muslimanë të mbetur në Mekë, bua dhe gra besimtar, dhe t'i përgëzonte ata me qirimin e afër që po i priste, t'i lajmëronte se Allahu i lartësuar do ta shfaqe fenë e tij dhe do ta bënte që ajo të triumfonte edhe në Mekë. Do të bënte që edhe në Mekë Islami të mos fshihej, por të shfaqej haptazi dhe plot krenari. Uthmani u nis. Duke kaluar pranë disa kureshëve në Belda, ata e pyetën për ku je drejtuar. Ai u përgjigj me ka dërguar profeti i Allahut që t'ju ftoi në rrugën e Allahut dhe t'ju ftoi të pranoni Islamin. Ai më dërgoi t'ju lajmëroj se ne nuk kemi ardhur për luftë, por kemi ardhur si vizitor të shtëpisë së Allahut. E morëm vesh pse ke ardhur, thanë ata, vazhdo rrugën tani. Madje e bani Mësejt ibn Asi shkon, i uron mirëseardhjen, i vë shalën kalit të vet dhe e hipën mbi kal. Kështu ai e mori Uthmanin pas në kal dhe i dori edhe dorëzan gjatë fuqes në Mekë. Muslimanët, para se Uthmani të kthehej po thoshin, Uthmani shkoi përpara në shtëpia dhe po bën tavafin. Por profeti Ase i kundërshtoi, nuk mendoi se ai do të bëj tavafin kur ne jemi ende të penguar këtu. Ata i thanë, e përse të mos e bëj tavafin, o i dërguar i Allahut, kur është aq pranë ti? Pe çuditse profeti Ase u përgjigj, ky është mendimi im për Uthmanin. Ai kur nuk do ta bënte tavafin i vetëm, pas qenë edhe ne me të. Ndërkohë muslimanët e Mekës i hyn një konflikti me idhujtarët rreth çështjes së marrëveshjes me profetin Ase. Pasi një antar i njerëz palë kishte goditur një antar të palës tjetër, e kështu filloi një shkëmbim shigjetash e gursh mes tyre. Secila filloi të thërriste në ndihmë mbështetësit e saj dhe çështja u mbyll me kërcënimin me anë të pengjeve që mbaheshin nga të dyja palët. Në këtë çast u hap me të shpejt një lajm se Uthmanin e kishin rarë. Menjëherë pas këtij lajmi, profeti Ase i ftoi sahabët në një beslidhje për jetë avdekje. Të gjithë u mblodhen rreth profetit Ase, i cili ndodhej poshtë një pemë dhe atje i dhan besën që kur nuk do të largoheshin nga fushë, betejë dhe kur nuk do të dezertojnë. Në fund profeti Ase kapi dorën tjetër të tij dhe tha: "Kjo dorë është në vend të dorës së Uthmanit." Pasi përfundoi beslidhja, nuk vonoi dhe mbërriti Uthmani rë. Muslimanët i thanë: "Të lumt o Ebu Abdullah, se ja arrite ta bësh tavafin rreth shtëpisë." Uthmani u kthen: "Shumë mendim të keq pas keni për mua. Vetohem në atë që ka në dorë shpirtin tim." Sikur edhe një vit të qëndroja në Mekë dhe profeti Ase në Hudebije, nuk do t'i ja lejoja kur vetes të bëja tavafi vetëm, pa e bërë fillimisht profeti i Allahut Ase. Madje vetë Kureshët më ftuan që të bëja tavafin dhe isha unë ai që refuzova.
Atëherë muslimanët thanë, profeti i Allahut a.s. ishte me dituri rreth Allahut të lartësuar dhe me i mirë në gjykim. Ishte Omeri ai që i mbante dorën profetit a.s. Kur muslimanët po jepnin besën në pemë, ata i dhanë besën të gjithë me radhë përveç Elxhejt ibn Kaisit. Ndërkohë, Makil ibn Jesari largonte një degë nga profeti a.s. duke e ngritur lart atë. I pari që i dha besën profetit a.s. ishte Ebu Sinan el-Esedi, ndërsa Selime ibn Ekuaja dha besën profetit a.s. 3 herë, një herë në fillim, një herë në mes dhe një herë në fund. Gjatë kësaj kohe, te profeti a.s. vjen Budeli ibn Urka el-Huzai, së bashku me një grup burash nga fisi Huza. Ata informonin shpesh profetin a.s. me qitërsi për shumë ngjarje. Ata i drejtohen profetit a.s. dhe i thonë, ne i pam Kab ibn Luin dhe Amr ibn Luin që po zbrisnin pranë burimeve të Hudebijes, e me vete kishin edhe deve me qumësht, edhe deve me pjellat e tyre. Kështu, ata kanë marrë masa dhe janë bërë gati të përleshen me ty. Ata synojnë të luftojnë kundra teja dhe që të pengojnë nga vizita e Qabes për ku je drejtuar. Profeti a.s. u thot, ne nuk kemi ardhur për të luftuar kundër kujt, por synojmë të kryejmë umën. Ne jemi të sigurt që Kureshët janë shumë të lodhur dhe të dobësuar nga lufta. Nëse ata dëshirojnë, unë mund të bëj marrëveshje armëpushimit të përkohshme me ta, me qëllim që të më lejojnë dorë të lirë me njerëzit. Pas marrëveshjes, nëse dëshirojnë të pranojnë atë që pranuan njerëzit, le ta bëjnë, në të kundërt do të rehatoheshin nga mundimi i luftës. Por nëse me patjetër duan luftën, betohem në atë në dorën e të cilit është shpirti im, unë do të luftoj kundër tyre për hir të çështjes sime derisa të vdes, ose derisa Allahu i lartësuar të çojë në vend çështjen e vet. Budeli i thot profetit a.s. do t'ua përcjell të qartë këtë që më the. Dhe vërtet, ai u largua për të shkuar te Kureshët. U thot atyre, po vi tek ju prej atij buri. Betohem në Allah, se unë dëgjova prej tij disa fjalë, të cilat, nëse keni interes ti dëgjoni, do t'ua përcjell. Disa mendjelejt të pranishëm nxituan të thonin, nuk kemi nevojë të dëgjojnë gjë prej tij. Por menjëherë ndërhyn ata me të maturit dhe me të urtët, na trego atë që dëgjove. Ai u tregon fillë për pe, gjithçka që kishte dëgjuar prej profetit a.s. Pas pak, Urve ibn Mesud dhe Kafiu thot, ai po ju ofron një zgjidhje të arsyeshme që ju duhet ta pranoni. Me lejoni mua që të shkoj tek ai. Po, than ata, mund të shkosh. Urve shkoi te profeti a.s. dhe filloi t'i fliste. Atëherë profeti a.s. edhe ati i tha fjalë të ngjashme me ato që i tha Budelit. Urve, pasi e dëgjoi, i thot profetit a.s. O Muhammed, a ke dëgjuar ndonjë para teje që të ke çfarosur popullin e vet? Pi çuditse veç kësaj, unë shoh rreth teje sa fytyra vullgarësh, sa fundërina njerëzish që nuk e kanë për gjë të braktisin dhe të lënë në mes të rrugës. Ebu Bekri, i cili po e dëgjonte, në këtë moment e shan rëndat dhe i thotë, shko rrethitja lat, it. Ne ti mbathim prej ti dhe ta braktisim? Pi çuditse Urvej, i shokuar nga kjo fyerje rënd, u hodh, kush e ai që foli? Ebu Bekri, than njerëzit, betohem në atë që kanë dorë shpirtin tim. Sikur të mos ishin derit e tua ndaj meje, që ende nuk ti kam shpërblyer, do të ktheja tjetër përgjigje. Tha Urvej dhe vazhdoi bisedën me profetin a.s. Gjatë bisedës, ai vazhdimisht afronte dorën e tij për të luajtur me mjekën e profetit a.s. Por në këmbë qëndronte i vëshur në Hekur Mubira ibn Shuba, i cili, me këllëfin e shpatës e tij godiste dorën e Urvejit sa herë që guxonte ta prekte mjekën e profetit a.s. Duke i thënë, largoje dorën nga mjeka e profetit a.s. Pi çuditse Urvej ngriti kokën dhe pyeti, kush është ky? Mubira ibn Shuba. Atëherë Urvej drejtohet Mubiras, o i pabes, a nuk ta kam mbuluar mjaft ratin tënde? Mubira, para se të pranonte Islamin, ishte duke u shoqëruar një herë me disa Kurejsh, të cilët pabesisht i vrau dhe u agrabiti pasuritë. Pas kësaj, ai shkoi te profeti a.s. dhe pranoi Islamin. Por profeti a.s. i tha, Islamin ta pranoj, por pasuritë që ke grabitur s'mund t'i pranoj kursesi. Pastaj Urvej po vërente shokët e profetit a.s. Ai shihte se sa i respektuar dhe i nderuar ishte ai në mesin e tyre. Pështyma e tij kur nuk binte në tokë, por të gjithë nxitonin ta kapnin atë parën për dhe me të fërkonin fytyrat dhe lëkurën. Nëse urdhëronte për diçka, të gjithë nxitonin ta çonin në vend urdhrin e tij. Kur ai merrte abdes, ata gati sa sëvriteshin për të marrë ujin e abdesit të tij. Nëse ai fliste, zërat e të gjithëve u leshin. Kur nuk i ngrinin shikimet e tyre drejt tij, për shkak të respektit të madh që kishin. Pas këtyre skenave, Urvej kthehet te shokët e vet dhe u thot, o njerëz, vallahi, shumë mbretër kam vizituar Kisran, Kajzerin, Nexhashiun, por betohem në Allah, se nuk kam parë ndonjë mbret që të respektohet nga rrethi i tij ashtu siç respektohet Muhamedi nga shokët e tij. Për Zotin, peshtyma e tij përfundonte gjithmonë në dorën e ndonjërit me të cilën do të fërkonte fytyrën dhe lëkurën.
Nëse jetë një urdhër, nxitonin të gjithë ta zbatonin atë. Kur merrte abdes ka disa se vriteshin për të marrë ujin e abdesit e tij. Kur nuk e veshtronin drejt për drejt në sy, nga respekti i madh që kishin për të. Ai ju ka propozuar një ftesë të mirë dhe të drejtë. Pranoi njat. Në këtë çast ngrihet një burr prej fisit Benukinane dhe thotë: "A më lejoni mua të shkoj tek ai?" "Shko," i than, dhe ai iku. Kur u ofrua te profeti A.S. dhe shokët e tij, profeti A.S. e njohat dhe u tha shokëve të tij: "Ky është filavi. Ai është nga një vend ku i madhrojnë shumë qurbanet. Shfaqini bagetitë e qurbanit para tij, shfaqini ato para tij." Gjithashtu njerëzit filluan të ngrenë zërin, duke thënë refrenin e haqinve: "Ty të përgjigjemi, o Allah." Kur i pa dhe i dëgjoi, burri tha: "Subhan Allah." Të tha nuk duhet të ndalohen asesi nga vizita e shtëpisë së shenjtë. U kthye te shokët e vet dhe u tha: "Unë pashë bagetitë e shënuara për qurban, prandaj mendoj që të mos i pengojmë nga vizita e shtëpisë së shenjtë." Pasti u ngrit Mikrezi ibn Hafsi dhe tha: "A më lejoni mua të shkoj tek ai?" "Shto," i thanë. Kur u ofrua te kampi i muslimanëve, profeti A.S. u tha sahabëve: "Ky është Mikrezi ibn Hafsi, një burr i poshtër." Edhe Mikrezi foli me profetin A.S. Gjatë kësaj kohe, nga largu duk Suhejli ibn Amri, i cili po i afrohej kampit. Profeti A.S. Kur e pa, tha: "Me sa duket, çështja juaj do të lehtësohet." Ndërsa Suhejlit i tha: "Eja pra, të ne shkruajnë një marrëveshje mes nesh." Profeti A.S. ftoi shkruesin, protokollistin dhe i tha: "Shkruaj: Bismillahirrahmanirrahim, Suhejli ndërhym, Rahmanin nuk e njohim, por shkruaj me emrin tënd, o Allah." Ashtu si shkruani më parë. Muslimanët filluan të flisnin për Zotin, ne kështu e shkruajmë: Bismillahirrahmanirrahim. Profeti A.S. ndërhyri dhe i tha: "Shkruaj me emrin tënd, o Allah." Pas kësaj tha: "Shkruaj: Ky është marrëveshja që ne shkroi Muhamedi, i dërguarit i Allahut." Suhejli thot: "Për Zotin, nëse ne do ta dinim se ti je i dërguari i Allahut, atëherë nuk do të pengonim prej shtëpisë së shenjtë dhe nuk do të luftonim kundër teje. Kështu pra, shkruaj: Muhamedi ibn Abdillah." Profeti A.S. ja kthen: "Unë jam i dërguari i Allahut, edhe nëse ju e mohoni këtë fakt, shkruaj: Muhamedi ibn Abdillah." Pas kësaj, profeti A.S. parashtroi kushtet e tij për marrëveshjen: "Se pari, ju duhet të na lejoni të shkojmë drejt shtëpisë së shenjtë dhe të bëjmë tavaf atje." Suhejli kundërshtoi pjesërisht këtë kërkesë të profetit A.S. duke thënë: "Për Zotin, nëse bëhet një gjë e tillë tani, arabët do të thonë që ne u frikësuam në shtëpinë tonë. Ne do t'ju lejojmë ta kryeni një gjë të tillë, por vitin që vjen, jo tani." Pastaj Suhejli paraqiti një kusht nga ana e Kurejshëve: "Nëse tek ti vjen ndonjë aratisur prej nesh, ti duhet të na i kthesh neve, edhe nëse ka pranuar fen tënde." Muslimanët u acaruan nga ky kusht i Kurejshëve dhe ngritën zërat duke thënë: "Subhan Allah." E si t'u kthejmë mbrapsht ata që kanë pranuar Islamin. Pikëçëditse pikërisht në këto çaste, mes muslimanëve mbërin Ebu Gjendeli, biri Suhejli ibn Amrit, një aratisur prej Kurejshëve që kishte pranuar Islamin. Ai del nga fundi i Mekës, duke ecur ngadalë me pranga në këmbë dhe hidhet mu përpara muslimanëve. Këtë rast, Suhejli nuk mund ta lindte të shpëtonte, prandaj i thot profetit A.S. "Ky është rasti i parë për të cilën të kërkoj të zbatosh marrëveshjen, domethënë ta kthesh tek ne." Profeti A.S. i cili nuk dëshironte ta kthente Ebu Gjendelin, i thotë: "Po ne ende nuk e kemi në shkruar marrëveshjen tonë." Suhejli, me të shpejt, ja kthen: "Atëherë kur nuk do të bëj marrëveshje me ty." Profeti A.S. ngull këmbë dhe i thot: "Atëherë bëj një përjashtim dhe lejoje këtë rast për mua." Por Suhejli këmbëngull: "Nuk kam për të toleruar dhe nuk kam për ta lejuar ta bësh këtë." Po, do të ma lejosh kësaj radhe jo, nuk do ta bëj." Këtë ndërhyn Mikrezi, që thot: "Mirë pra, do ta lejojmë kësaj radhe." Ndërkohë Ebu Gjendeli, i dërmuar nga torturat e rënda që kishte hequr në kurizën nga Kurejshet për hir të Allahut, u drejtohet muslimanëve dhe u thot: "O vëllezër, si mund të kthehem tek idhëtarët kur unë erdha tek ju si musliman? Pikëçëditse a nuk e shihni çka më hequr prej tyre?" Pikëçëditse për këtë ngjarje, Merim Katabi tregon: "Për Zotin, kur nuk isha luatur që kur kisha pranuar Islamin, para asaj dite, unë shkova te profeti A.S. dhe i thash: O i dërguari i Allahut, a nuk je vërtet profeti i Allahut?" "Unë jam profeti i Allahut," thaj. "A nuk jemi me të vërtetën dhe armiku pra është në të kotën?" "Po," tha. "Atëherë, përse duhet të zbrapsemi, të përulimi e të nështrohemi në punë që i përkasin fesë son? Përse duhet të kthehemi para se Allahut të sjellë ndarjen mes nesh dhe armiqve tanë? Unë jam i dërguari i Allahut," thot profeti A.S. "dhe ai është ndihmëtari im. Unë kur nuk e kundërshtoj udhëzimin e tij. Unë vazhdova të flisja, a nuk ka ke thënë që do të shkoj në shtëpinë e shenjtë dhe do të bëjmë tavaf rreth saj?" Pikëçëditse po, kështu kam thënë. "Po, a mos të kam thënë gjë që do ta bëjmë në këtë vit?" Me pyeti: "Jo," vi thash. "E pra, ti do të vish dhe do të bësh tavaf," me tha. Me pas, shkova tek Ebu Bekri dhe i thash atij të njëjtat fjalë që i kisha thënë profetit A.S.
Ai më ktheu të njëjtën përgjigje, sikurse dhe profeti se duke shtuar, ka pu fort për litarin e tij, derisa të vdesësh. Vetohem në Allah, se nuk ka asnjë dyshim që ai është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pas asaj dite, rrëfen Omeri kam punuar shumë për të shlyer gabimin tim të asaj dite. Pasi ne shkrua marrëveshjen, profeti së burroi dhe tha: "Çoni dhe theni kurbanet, pastaj ruani kokat." Por për Zotin, nuk u ngri qoftë dhe një burr i vetëm, edhe pse urdhëu përsëri 3 herë. Kur pat që askush nuk u qua për të zbatuar urdhrin, profeti u ngri dhe hyri në çadrën e Selemes. Atje i tregon bashkëshortes për sjelljen e njerëzve ndaj tij. Selemeja i thot: "O i dërguari i Allahut, a e dëshiron vërtet një gjë të tillë?" Atëherë didhe, pa i folur askujt, asnjë fjalë, bëj kurbanin tënd dhe thirr dik që të ruaj flokët. Profeti u ngrit dhe doli jashtë. Ai, pa i folur askujt, theri kurbanet dhe ruajti flokët. E kështu, kur njerëzit e pan këtë, u ngritën, pren kurbanet e tyre dhe filluan të ruajnë kokat e njëri tjetrit. Nga marazi kundër Kureshëve, gati sa s'po gjakos në njëri tjetrin gjatë ruajtjes. Me vonë, te besimtarët bëri një grup rash besimtare, të cilat ishin larguar nga Meka. Në këtë kohë, Allahu i lartësuar zbriti ajetin që sqaron dispozitat për një situatë të tillë në surën Mumtehina 10, o ju që keni besuar. Kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura, provojeni besimin e tyre, ndonë se Allahu e di më së miri se çfarë besimi kanë. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëherë mos i ktheni ato te jo besimtarët, sepse as ato nuk janë të lejuara për ta, as ata nuk janë të lejuar për to. Por ktheuani atyre shpenzimet që kanë bërë për to. Ju nuk jeni të ndaluar të martoheni me to, pasi tu keni dhënë merë indëratën martesore. Mos i mbani si bashkëshortë të idhujtarët, por kërkoni t'ju kthehen shpenzimet që keni bërë për to. Edhe ata le të kërkojnë prej jush t'u ktheni shpenzimet që kanë bërë për to. Këto janë ligjet e Allahut, me të cilat ai ju gjykon. Allahu është di gjithçka e njeh se çdo çështje. Pas këtij ajeti, Omeri ndau 2 gratë të tija që ende ishin idhujtari. Njëra prej tyre u martua me Muavijen, ndërsa tjetra u martua me Safuan ibn Umejen. Pastaj profeti mori rrugën e kthimit për në Medinë. Gjatë kthimit të tij për në Medinë, Allahu i lartësuar i shpalla atij ajetet e surës Fetr 1:3, ne të dham ty një fitore të qartë, për të ti falur ty Allah gabimet e mëparshme dhe të ashme, për të plotësuar dhuntin e vet ndaj teje dhe për të udhëzuar në rrugën e drejtë dhe që Allahu të jap ndihmë të madhe. Omeri e pyet: "Çlirim quhet ky, o i dërguari i Allahut?" "Po," u përgjigj profeti Sahabët thanë: "E gëzofsh dhuratën dhe mirësinë e Allahut, o i dërguari i Allahut." "Po për në çfarë ka?" Atëherë zbret ajeti tjetër, është ai që zbriti qetësinë e zemrat e besimtarëve për t'u forcuar besimin krahas besimit që patën. Te Allahut janë ushtritë e qiellve dhe të tokës, Allahu është i gjithditur dhe i urtë. Fetë 4 fundi i fjalës së Ibnul Qayyimit. Këto të dhënë ai sjell dhe Ismaili, siç e ka përmendur Rafidi në librin e tij Fethul Barivel. 7 prej Amr ibn Alel. Felasit, ky prej Budou del Tayalisit që thotë, na ka treguar kurate prej. Katades Buhariu sjell prej Saltibni. Muhamet që thotë se na ka treguar. Jezidi Muzeri prej Sejt, prej Katades, i cili tregon se i ka thënë se i dimni Musejt, me kam bëritur një lajm se Xhabirimi. Abdillah gjithmonë thoshte se ata ishin 1400. Sidi mu përgjigj, Xhabiri me ka treguar se ata të cilët i dhanë besën. Profetit ditën e Hudejbijës ishin 1500. Ahmedi vëll. 3 Ibn Sadi vëll. 2 100 për afërsisht si me lartë, me senet e fort. Esiem Muslimi me nërë. 1318 dhe Malikul. 2 prej Xhabir ibn Abdullahit, që thotë kemi thejru me profetin asële. Hudejbije nga në Hudejbije ne therëm 70 deve dhe një deve ishte mjaftueshme për 7 veta. Një gryk mali që të çonte drejtën në Hudejbije. Flitet për elefantin e Abrahas, që përmendet në Kurani në surën Fil. Buhariu vëll. 5 Abdurizaku me nërë. 9720 Ahmedi vëll. 4 Buhariu vëll. 7 Ahmedi vëll. Një dhe në të përmendet se profeti tregoi dorën e tij të djathtë dhe tha: "Kjo është dora e Omanit." Pastaj e shtrëngoi me dorën tjetër të tij, duke thënë: "Kjo është për Omanin." Muslimi në rreth 1856, 69 prej Xhabirit. Muslimi në rreth 1858. Muslimi në rreth 1807. Lati ishte një idhull. Emri Suhejl d.m.th. I lehtë e thjeshtë.